öyle bir şey babama söylersin Allah aşkına ya? Ya Tuğba çok özür dilerim. Yani ben baban olduğunu bilmiyordum ki ya. Yabancı birine söylüyorum diye düşündüm. Çok özür dilerim. Ha, o normal bir şey yani, öyle mi abicim? Evet tamam o da tamam kabul ediyorum normal değil. Kulağa pek hoş gelmiyor ama ne yapayım tutamadım kendimi ya. Ben kimim seni bakalım nereye? Ay Şıkrı Allah aşkına ya. Ana Beri yapınca gene de bilemiyorlar. Sen nasıl bildin kız? Hay Allah nasıl bildim ya? Şimdi eğer yani normal bir haber alırsanız bir yere kadar yani ortalığı biraz karıştırırsınız. Ama süper haber alırsanız ortalığı mahvedersiniz. Ha. Demek villada bazı olaylar dönüyor ha. Nëse keni lokal, hotel apo hapësirë biznesi, ja ku është zgjidhja ideale. Në salonin e ri të KP Chairs në Vizbek, në rrugën e Kaçanikut, do të gjeni tavolina dhe karige moderne, cilësore dhe të personalizuara. Zgjidh midis qindra modeleve, për çdo stil e shije. Madje mund të krijosh edhe dizajnin tënd. Transformo ambientin tënd me karige që do të pyesin të gjithë, ku i ke gjetur? KP Chairs, trendi fillon këtu. Kategoria e parë. Programe për gjithë publikun. Përshëndetje dashur, po takohemi dhe këtë të hënë në Pasdite, si gjithmonë ora jone përbashkët, ku diskutojmë edhe ndëgjojmë, informohemi mbi gjëra të ndryshme, qoftë me kronika apo përmes të ftuarve që kemi në studio. Dhe sot un kam të ftuar drejtorin e festivalit Bilbilat e Korabit, që na u mbajt edhe si vjet, zotriun Zinqe Mimidinoski, të cilin e kam shumë nder ta kem sot në studio dhe si gjithmonë biseda me të është gjithmonë kënaqësi dhe shumë e vlefshme. Përshëndetje zotri Zinqe, shumë kënaqësi të të kem sot në emision. Përshëndetje Artemisa, faleminderit televizionit Shenja në këtë ftesë edhe ndaj ju një faleminderim të veçantë. Ne patëm rastin që edhe si mjet ta mbajmë edicionin e radhës. Këtë vit mbajtëm edicionin e 15 Bilbilat e Korabit 2025. 15 vite punë. Duhet përkushtim, dashuri mbi këngën, dashuri mbi fëmijët, apo jo, se flasim gjithmonë për një festival për këngën e fëmijëve, besoj punë e palodhshme, përkushtimi i madh. Po, ajo është një sen që duhet të gjithë kompozitorët, tek shkruesit, orkestruesit, arsimtarët, profesorët, të gjithë të vendim pak më shumë vëmendje fëmijëve, t'ua lishem dorën dhe të ndihmojmë të hipin në skenën, cila duhet në të ardhshme të jenë në atë skenë në një muzikë nga të gjithë zhanret. Do me thanë, kërkon muzika, festivali kërkon një përkushtim tepër të madh edhe serios. Ju nuk jeni vetëm drejtori festivali, se po flasim në mënyrën se si mund t'i ndihmojmë fëmijët apo t'i qasim le të themi këngës ndaj fëmijëve, jeni edhe kompozitori ca prej këngëve që morën pjesë. Tek na, festivali Bilbilat e Korabit është një përradhë e veçantë në krahasim me festivalet tjera, se në festivalet tjera shpallet konkursi, dërgojnë fëmijët, kompozitorët, autorët, dërgojnë këngë edhe mbarojti ajo punë. Tek ne festivali është shumë më ndryshe. Të gjithë ato që s'munden të gjenden me komponime, me tekste, me orkestrime, unë i punoj të gjithë punët. Unë nuk them, unë du t'i punoj, por nuk paraqiten që tërkush të inë në këtë të ndihmojnë edhe festivali të merr një fuqi edhe më të madhe, edhe pak më ndryshe. Nga atë aspekt, i këshilloj të gjithë
autorë që janë, pa marrë parasysh Picullin Lami, do me thënë kompozitor, orkestrues, Tekstshkrues, produkcion, do me thënë të gjithë të lishojnë dorë edhe të bashkëngjiten në këtë festival Bilbilat e Korabit Divar. Një tjetër edicion i suksesshëm i 15 vjeti me radh, sa pjesëmarrës kishim, cilat ishin ca nga këngët pjesëmarrëse, si u ndje publiku, po ashtu dhe fëmijët? Artemisa, une jam një nga ato që marë pjesë edhe në festivalet tjera. Por këtë në Divar që e kishim ne me 19 nëntor, e mbajtëm edicionin e 15, edhe ati morën pjesë 20 këngë autoriale, nga ato 9 ishin nga Divra, një ishte nga Ohri, një nga Gostivari, kishim, më falni, kishim një nga Lugina e Preshevës, nga Bujanoci, kishim nga Kosova 6 këngë, nga Shqipëria, do me thanë Elbasan, Durrës, Korçë, kishim 4 këngë, do me thanë gjithsej kishim 20 këngë, edhe ata janë nga emra pak ma që peshojnë më shumë. Jam i detyruar në këtë rast të tregoj se në autorët të këngëve veç emri tem edhe këngët të mija, atë kemi emën si kur jo është Edmon Zhulali, si kur i madhi Naim Gjoshi, Isni Klinaku, Nazmi Aliu nga Ferizaj, Arta Khaziri Nuhiu, edhe tjera, mos i harroj të gjithë, ashtu edhe nga ana e tekstëve janë gjithë emra që kanë një pedigre të naltë, si kërë është Irma Kurti, e cila jeton në momentin në Itali, por ndryshe kretë hitat nga 1970, 80, 90, du të them gjithmonë ka pas tekste që janë hitat të mëdhej, do me thanë Irma Kurti, Lurzime Malaj, Mimoza Bici, me cilën te përbashkëpunojmë, Fatime Kalimashi nga Kosova, gjithë janë këto, Lede Shqiponja nga, më duket nga Elbasani ishte, gjithë janë këto emra që garantojnë një nivel edhe këngë në rregull. Prandaj, edicioni i 15 ishte tepër i suksesshëm. Fëmijët si u ndjen? Gjithmonë gëzon festivali, gjithmonë gëzon interesim të madh të pjesëmarrësve, shoh po ashtu edhe të audiencës si u ndjen, qoftë publiku po edhe fëmijët pjesëmarrës. Kështu, une edhe kur shkojmë në festivalet tjera, fëmijët këtë e përjetojnë, nena më përvoja në mësoj, edhe i lexojmë fëmijët më në çfarë gëzohen. Edhe kur shkojmë për shembull në një qytet, kur jemi në festivale, që jemi edhe autorët, edhe pjesëmarrësit, edhe tekstshkruesit, fëmijët gëzohen ku është tani radha tjetër ku të takohemi. Do me thënë ato e përjetojnë çdo festival, ashtu edhe festivalin Bilbilat e Korabit, por ke prindët tani edhe emocione më kapën, kishte ka prindë që vinë edhe qajnë prej gëzimi. Do me thënë, kur e shef në një skenë profesionale, se ne nuk kemi mjete, por e bojmë atë që duhet, më kupton ajo. E bojmë edhe kur e shef fëmin në një skenë profesionale, me shumë emra ati, të gjithë janë të gëzuar. Pra gjo edhe lot gëzimi ka në këto festivalet tona. Çfarë kritere kemi për të qenë pjesë e festivalit Bilbilat e Korabit? Dhe çfarë duhet le themi të përmbajë një këngë për fëmijë? Ne gjithmonë dum sa më shumë të jenë këngët jo të publikuar. Do me thënë kushti i parë të mos jenë të publikuar, e dita, të jenë tekste nga jeta e fëmijëve. Mos i lodhim një ditë barem prej atë në televizione që i pet lufta, ekonomie, këtë qatë fëmijët të rjekim edhe të dëftëm se ato duhet të jetojnë atë jetën
e vete, të janë të lirë, edhe ashtu të vazhdojnë edhe deri në pjetësi. Do me thanë të punojnë edhe për gjeneratat tjera. Për atë sent edhe ne ato kriterë dumë ti përmbajmë aqë sa kur është e monshme. Do me thanë ne pak jemi elastik. Ku ka mundësi në rregull, ku nuk ka mundësi, ndihmojmë të kalohet a tekstja, muzika, orkestrimi, diçka. Sa më shumë të jetë kvaliteti në nivel, edhe moshën e kemi nga 7 deri në 15 vjetë. Por ne kishim një rast, gjithmonë, festivalet bëjnë gjithmonë një eksperiment, kishim këtë rast imë pak në ato vitet ndër 7, por a ishte rast edhe shofim një send që në të ardhme duhet të mendojmë. Le themi, sa kemi pasur, sa vjeç kemi pasur moshën më t'ullët ndonjëherë që keni bërë ndonjë përjashtim për fëmijët? Po, si mjetë kishim 5 vjetë. 5 vjeç. 5 vjetë, edhe jemi tepër të kënaqur për atë send folnja që duhet edhe atë gjëta, a ishte një e matëshim pulsin të fëmijëve, interesin të fëmijëve, edhe fundit ne dumë të zbulojmë talent. Ashtu. Ajo është detyra tonë, të gjithë festivaleve, jo vetëm në Diber, jo vetëm në Gjilan, ose Ferizaj, ose Elbasan, ose në Korçë. Të gjithëve në është sa ma jere të zbulojmë talentet të ri. Edhe të kultivojmë. Po, ajo është. Në më thënë, do e marim parasysh ullje në kriterit të moshës, tradicionet Po, fillojmë statistika edhe të na ndikon. Do me thënë, jemi të kënaqur, prej matërit jemi të kënaqur. Ne kishim një rast edhe nga ana kishim një këngë, një duet nga Gostivari, edhe ato ishën dër moshën e 7 viteve. Do me thënë, ka një send që duhet të eksploatojmë ne të festivaleve edhe atë të përdorim. Si çdo festival, kishim po ashtu dhe juri profesionista, apo? Po, me kënaqësi të ju të regoj se festivali Bilbilat e Korabit këtë vit ishte në formacion Arta Haziri Nuhiu, kompozitore nga Gjilani, e cila e mban festivalin Rising Stars edhe Mollëkuqet. Dita ishte Mimoza Bulku nga Peshkopia, me cilën bashkëpunojmë shumë vite, edhe e treta ishte Betime Zylali Jakupi nga Gostivari, edhe ajo është ka një festival si quhet Junior Gostivar. Ashtu që të tre të jurisë janë persona që janë jo vetëm autorë, kompozitorë ose tekstshkrues, por janë edhe pedagog në aspekt të njohshme pedagogjin e fëmijëve. Çdo lot i fëmijëve edhe ai nga gëzimi që është, edhe atë duhet ta njohim, ta dim si të përballemi të jetë festivali i suksesshëm. Për atë gjë edhe thash, e dita ne kishim këtë vit bëm një eksperiment, fëmijët që kanë kënduar në Bilbilat e Korabit të jenë edhe moderatore. Ne prej atë aspektet kemi shumë sende pse të themi se edicioni ishte tepër i suksesshëm. Ne Orhideja Ollogu ishte një moderatore tepër e mirë në skenë, bashkë me Vanisa Vojnika. Do me thanë, ato fëmijë jo vetëm që janë dibranë, por janë rritë bashkë me festivalin Bilbilat e Korabit. Kanë qenë, më thënë, dikur pjesëmarrësa, po? Po. Për atë sent edhe i inkuadruam. Do kemi ndoshta edhe këtë lloj temi eksperimenti që bëhet si vjetë edhe në edicionet e ardhshme të festivalit? Jemi të detyruar, tham neve, zbulojmë talent, pa marrë parasysh. Jo vetëm në këngë, po në shumë. Po në gjithë lamjet se duhet kuadër të bëhet. Kuadri nuk bëhet brenda një ditë edhe 2 ditë. Por unë mendoj se këto 2 persona, edhe nesër të vinë në Shkup Shembull, mendoj se do t'jenë kolege e ju të sukseshme. S'du t'ju nivelin tua, mos më kupton. Du të them
se jemi tepër të kënaqur në atë që e prezentuan festivalin. Faktikisht dhe këtë duhet bëjmë me gjeneratat e reja, që t'i motivojmë dhe t'i kultivojmë, t'ju hapim Ashtu, rrugë sa më tepër atë detyrë kemi, po, ajo është. Festivali ndau dhe çmime. Po, ndau. Ndau edhe gëzojmë që ndau ne çdo herë festivalet, sidomos unë, t'ju tregoj drejt para 13 vjetë, kishte për festivalet, dash në këtu në Maqedoni, Kosovë, Shqipëri e tjera vende, ndashin 3-4 shpërblime, edhe fëmijët tjera nuk ndjeheshin mirë. Unë fillova atë praktikë që të gjithë fëmijët të marrin nga një çmim. Do me thanë, nuk punohet për të holla, punohet për ndjenja të fëmijëve që i lëndon edhe prindërit. Edhe për atë gjo, do me thanë, nuk ka, para 13 vjetë, në gjithë festivalet ma fillon të ndajnë çmimet. Po, ne kishim ma shumë çmime, shkaku se ma shumë fëmijë të jenë të gëzuar. Ne kishim shembull çmim për Best Junior, kishim çmim Best Hit, kishim çmim Best Talent, çmim debutues më i mirë, çmim për paraqitje skenike, dhe pastaj ato që në çdo festival duhet t'i praktikojmë, çmimi i interpretimit më i mirë, çmimi nga publiku dhe çmimi nga juria profesionale. Kam detyrën, kam nevojë, edhe t'i shpalli disa, t'i lexoj për shembull çmimi Best Junior e morën Hera Jakupi edhe Sena Sulemani, çmimin Best Hit e mori Lorena Balanca dhe Lura Ushtalenca, Best Talent Ulpiana Marku, Abigail Shaqoli, çmimin debutues më i mirë e mor Liridona Celina dhe edhe Esma Aliu, çmimin për paraqitje skenike Bora Salihu dhe Furkan Ali, çmimin për interpretim Kenza Ismaili, vendin e parë, dhe vendin e dytë dhe të tretë Hatixhe Muça, Leticia Dirma, Berina Iseni dhe Jona Krasniqi. Çmimin nga publiku, kjo ishte me të vërtet këto dy çmime tjera ishin në një nivel të veçantë, edhe publiku ishte tepër i interesuar, e mor vendin e parë Amar Telqiu, dhe Buna Shilova vendin e dytë. Por çmimin nga juria e mor Marigona Erebara nga Dibra, vendin e dytë e mor Luana Riza, Armisa Legisi, Briselda Yzeiri të ditën, edhe Erina Hoti, Fatime Haliti çmimin e tretë. Unë besoj edhe regjia e kanë gati, unë doja ta ndëgjonim çmimin e ndarë nga publiku, besoj një këngë këndshme dhe rikthehemi sërish. Po, me kënaqësi. Këngën time sot, kush po e këndon? Ju, o Valdeti, besoj të gjë fluturoj. Zemra por e fort, as kush nuk më ndalon. Të jem një undrite, një këngë që nuk mbaron. Oh
Dëgjuam, kjo ishte kënga fituese, apo jo, që ndëgjuam? Nga Juria Profesionale, dhe më thonë kishim Marigona Erebara, po. Kurse tani më shumë knasi dhe pastaj do kthehemi, do i komentojmë që të dyja, do ndjekim këngën cila ju ndaj çmimi i publikut, apo jo? Dhe rikthehemi sërish në studio. Pasi ndëgjuam dy këngë shumë të këndshme, të fëmijëve kaq të dashur, të cilat interpretuan aq bukur. Kishim vendin e parë së pari që u jap nga Juria Profesionale dhe pastaj edhe çmimin e ndarë nga publiku. Po, ne më shumë vite punojmë prej vitet më të ulta që janë, do me thënë Marigona Erebara e mor çmimin e parë nga ana e Jurisë Profesionale, dhe Amar Telqiu e mor vendin e parë nga publiku. Do me thënë, ne tanë kohës, këto vite më para, u ndërtojmë një stil, si t'i njofin edhe publiku dibran, edhe ndigjuesit ndash në rrjetet sociale, ndash në për televizionet. Do me thënë, ki stil i Marigonës, ne veç punëm 4 vjetë të jetë kjo sot. Dash për Amarin. Do me thënë, ati jo vetëm që është muzika ime, por edhe këtu është edhe Mimoza Bici me tekstin. Do me thënë, punojmë pak ma shumë njerës që të arim t'ua gjajmë
stilin e atimve, edhe të bëhet një komponim simpatik, ajo është. Por nuk doan të thotë se këngët tjera ishin të dobta. Në kundrazi, çdo këngë për vete ishte e bukur, nisoj si çdo lule e veçantë ka atë bukurinë e vete, ashtu edhe këngëtarët. Përveç zbulimit të talentëve dhe prezantimit kaq të këndshëm e kaq të bukur, kaq profesionist të fëmijëve në skenë, besoj krijohet edhe një rreth apo një shoqëri mes tyre sa janë pjesë e festivalit. Po, veç ne kemi raste, për shembull, Bilbilat e Kurabit, shembull, kur u mbajt në 2015-ën ose 16-ën, një fëmijë që ka këndu nga Divra, sot është shoqe tepër e afërt, të them, me dhe një fëmijë tjetër nga Tirana, ose nga Gjilani, ose nga Ferizaj. Do me thanë, rjetimi i fëmijëve funksionon. Do me thanë, jo që ekziston, por funksionon në jetën e çdo diçme. Ishte pak qeshëshim ne më në moshe që ishim atë ditë, shifshim se fëmijët dun njoni me tjetri të dalin në foto, do me thanë jo ato Dibranët me një ose ato nga Shqipëria ose... Po, shofim se rjetohen edhe ajo është suksesi i festivalit. Një prej sendet që duhet të na gëzon se nuk ka kufi. Ka kufi, njerëzit dun të bashkëpunojnë, dun të kënaqen, edhe prej atë ditë priçin ku jemi bësodi, në cili festival të takohemi. Dhe me thënë kjo është. Por që rasti sot në mundësuat që ato fëmi dërmjet ekrani të shifen vetë-vetën. Çfarë e pret Bilbilat e Korabit tutje? Çfarë do kemi edicioneve të ardhshme? Se unë e di që sapo mbaron një edicion, menjëherë fillojnë mendimet dhe punët për edicionin e ardhshëm apo jo? Ne ishim të përgatitur me moderatorët bisedojshim, me njerë të hapim aplikimin, por aplikimin të hapim si çdo herë në dikundi një maj, në prill ose në maj, ashtu që festivalin ta mbajmë diku në tetor ose nëntor, varësisht koja si të tjetë, edhe të mundohemi diçka një risi, ata bëjmë në qytet, në të hapët, ata bëjmë përsëri në salët të mbilur, të shofim të të tregon vetë mjetet të të tregojnë, që është një prej pikët ma të rënda për festivalin tonë. Se ne këtë vit kishim mirë më kujtuat, jam i detiruar të faleminderojmë sponsorëve, Komunës Dibër, në krye me kryetarin e ri Fisnik Melën, si dhe banjat e Dibrës, Capa, zotni Mexhit Capa, të cilat gjetën një mundësi, aq ishte mundësia të na mundsojnë të realizojmë festivalin. E dita, sponsor medial ishte televizioni programi i ditë, edhe TV Koha e Tetovës, dhe në ndihmoi me sallën që kishim, Qendra për Kulturë Dibër. Të gjithve u faleminderojmë pa marrë parasysh në nalësinë të ndihmës. Faleminderojmë sepse në parë në respektin që në respekton, pastaj në ndihmën financiare. Unë ju falenderoj edhe juve shumë sot që keni gjetë kohë dhe mundësit nga vini nga Dibra për t'ju pasur vërtet si zakonisht bisedë këndshme gjithmonë me juve, edhe uroj festivalit vetëm suksese tutje dhe të ritakohemi sërish, që të bisedojmë. Edhe një herë i faleminderojmë televizionit Shenja, ju faleminderojmë ju Artemisa Mërina në vëmendjen që na kushtuat në ndihmën, se kjo ka, se nuk o sponsor vetëm njeriu të vije të dërgon diçka, por edhe pastaj si i ndihmohet. Do me thënë edhe ju vini në ato sponsorët medial të festivalit Bilbilat e Korabit, në emër të gjithë fëmijëve,
të gjithë prindërve, të gjithë stafit të Bilbilave e Korabit, ju falenderojmë. Unë uroj që ritakohemi sërish edhe ju përshëndes shumë. Shumë faleminderit.